Prej datës 1 korrik, Universiteti Ekrem Çabej është mikpritës i Kongresit të Kërkimeve Shkencore dhe Akademike, një nga aktivitetet më të rëndësishme ndërkombëtare të organizuara nga Universiteti ynë, që mbledh mbi 200 studiues akademik dhe kërkues shkencor nga më shumë se 15 vende të botës, përfshi shtete si Turqia, Polonia, Izraeli, Kameruni, Nigeria, Tajvani, Maqedonia e Veriut, Kosova dhe shumë të tjerë. Ky kongres është fryti i një marrëveshjeje bashkëpunimi të firmosur në muajin nëntor 2024 nëpërmjet universitetit tonë dhe Universitetit Karamanollu Mehmet Bey të Turqisë, një partneritet që synon të forcojë urat e bashkëpunimit akademik ndërkombëtar dhe të nxjisë zhvillimin e kërkimit shkencor në rajon, por përfaqëson gjithashtu edhe një hap të madh drejt ndërkombëtarizimit të universitetit tonë. Dhe kjo është një arritje tepër e rëndësishme për ne, është një ngjarje që e pozicionon Universitetin Ekrem Çabej si një qendër të besueshme të kërkimit shkencor dhe bashkëpunimit akademik ndërkombëtar. Komiteti shkencor i Kongresit përbëhet nga profesor dhe studiues të njohur ndërkombëtarisht, ndërsa bordi organizativ drejtohet nga stafi akademik i UG-s, që ka bërë një punë të jashtëzakonshme për përgatitjen dhe për selektimin e materialeve shkencore. Kongresi do të zhvillohet njëkohësisht në 5 salla paralele, ku do të trajtohen tematika nga fushat e shkencave sociale, edukimi, ekonomia, shkenca mjekësore, sporti dhe arteve. Dhe kjo e bën kongresin një platformë gjithëpërfshirëse dhe shumë disiplinore. Pedagogët tanë do të kenë mundësinë që të shkëmbejnë ide, të krijojnë bashkëpunime afatgjata me kolegët ndërkombëtar. Ky kongres ka një rëndësi të shumëfishtë për Universitetin Ekrem Çabej. Ai jo vetëm konfirmon rolin e tij si partner i besueshëm në rrjetet ndërkombëtare të inovacionit dhe kërkimit shkencor, por e vendos Universitetin e Gjirokastrës në qendër të një dialogu akademik global. Nga ana tjetër, prania e mbi 50 studiuesve të huaj në qytet krijon edhe një ndikim pozitiv në turizmin shkencor, një dimension i ri që promovon Gjirokastrën jo vetëm si një qytet historik dhe kulturor, por edhe si destinacion i dijeve dhe shkëmbimeve akademike. Vizitorët dhe studiuesit ndërkombëtar që në fakt vinë për herë të parë, jo vetëm që marrin pjesë në aktivitetet akademike, por njihen gjithashtu edhe me trashëgimin kulturore dhe historike të qytetit, dhe ky është një përfitim i drejt për qytetin, por edhe për rajonin njëkohësisht. Kongresi është një formë për të nxitur zhvillimin rajonal përmes edukimit, përmes shkencës, përmes bashkëpunimeve që kanë ndikime afatgjata, dhe ky është një kontribut i drejt për drejt i universitetit në zhvillimin e qytetit dhe njëkohësisht të gjithë rajonit të jugut. Për ne është një krenari e madhe që Gjirokastra, një qytet që ruan trashëgimin me krenari, po kthehet gjithnjë edhe më shumë në një qendër dinamike të dijes, dhe ky kongres është vetëm një nga hapat që ne po hedhim në këtë drejtim, dhe ne ftojmë të gjithë studentët, studiuesit, por edhe banorët e Gjirokastrës që të ndjekin punimet e datës 1 korrik dhe të jenë pjesë e këtij realiteti të ri që ne po krijojmë, një Gjirokastër që është jo vetëm qyteti i gurit dhe i kulturës, por edhe qyteti i dijes dhe i shkencës. Punimet e kongresit do të hapen më 1 korrik dhe do të zgjasin deri në datën 4 korrik. Universiteti Ekrem Çabej vijon kështu rrugtimin e tij drejt ndërkombëtarizimit dhe konsolidimit të rolit si një qendër akademike moderne në jug të Shqipërisë.